Nisur nga shumë eksperienca që kam, sporti kolektiv është një zgjidhje shumë e mirë. Sidomos për fëmijë që janë të mbyllur ose më pak aktiv. Duke u marrë me sport, rritet produktiviteti, bashkëpunimi, miqësi të reja, komunikimi, biles ka edhe një gjë të bukur në gjimnastik, se për shembull një fëmijë që arrin të bëjë një ushtrim, në një moment që shikon që shoku nuk e bën dot ose shoqja nuk e bën dot, tenton edhe për ta ndihmuar ose me atë mënyrë, shiko se unë e bëra kështu, mund ta bësh edhe ti, provoje edhe ti. Edhe në këtë moment pikërisht është e pjesa e ndërhyrjes së bashkëveprimit me të tjerë. Që i ndihmon të lirohen. Pastaj ka edhe fenomene domethënë të tjera që ka fëmijë për shembull që janë nën peshë, ka fëmijë që janë mbi peshë, edhe dashje pa dashje mësohet syri dhe pranon gjithçka, sepse ne jemi këta që jemi. Dhe jam e parimit që në një mendje të shëndosh është një trup i shëndosh. Kështu që janë ca gjëra që shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Duke qenë se gjimnastika është në vetvete një sport që kërkon fleksibilitet dhe forcë, duke i bërë të dyja bashk, mund të kapërcesh limitet personale. Kështu që nëse një fëmijë ndjehet i dobët ose është më pak aktiv, duke bërë gjimnastik, ai zhvillohet më shumë dhe krijon besim në vetvete, që është baza e gjithçka. Edhe janë ca gjëra domethënë që duke i marrë që në vogëli, dashje pa dashje do t'i transmetosh edhe në të ardhmen. Me thënë janë përfitime, le të themi të përjetshme.